Ekspertin e çështjeve ndërkombëtare Ledion Krisafi e ka në këto momente drejt për së drejti. Krisafi, të përshëndes, përndoj që në studio live. Dua të hapim me disa çështje që janë interes dhe të Shqipërisë. Një lajm i publikuar në median e njohur amerikane Bloomberg thotë se presidenti amerikan Donald Trump i kërkon vendeve të Ballkanit që të marrin emigrantët e deportuar. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht, nëse ka informacione, Krisafi? Bëhet fjalë për një skem të ngjashëm me atë që u bë me vendet e Amerikës Latine, për shembull Salvadori mori emigrantë të buar nga Amerika, sidomos ata që ishin me kontingjent me të shkuar kriminale. Pavarësisht se nuk kishin asnjë lidhje me El Salvadorin, ata u morën nga El Salvadori, pra një formë ngjashme po mundohet të bëhet në vendet e Ballkanit, sepse ideja është që shumë vende nga të cilat kanë origjinën këta emigrantë, sidomos nga vendet e Amerikës Latine, nuk pranojnë të rimarrin në vendin e tyre dhe shihet dërgimin në një vend të tretë të qytetit Salvadorit si një formë e përkohshme e largimit të tyre nga Shtetet e Bashkuara. Një skem mund të përpiqet të bëhet edhe në vendet e Ballkanit, por është duke qenë se El Salvadori është më afër me Shtetet e Bashkuara, pra nga plani logjistike ishte më lehtë dhe më pak kosto për të bërë me vendet e tilla. Ballkani kam përshtypjen që është shumë larg para dhe kosto është goxha e konsiderueshme, pra pavarësisht se një nga kërkesat e kësaj administrate amerikane është pikërisht të ul kostot, por në këtë mënyrë nuk se do i uli. E tjetra është që El Salvadori për shembull ka përvojën e burgosjes ose mbajtjes së personave të tillë me një të shkuar të një kriminaliteti nivelit shumë të madh. Unë kam përshtypjen që as Shqipëria as vendet tjera të Ballkanit perëndimor nuk e kanë këtë përvojë me kriminal të këtij niveli për të cilët bëhet fjalë këta që janë po mundohen të largohen nga Shtetet e Bashkuara. Varet çfarë presioni mund të bëjë Shtetet e Bashkuara nga kjo administratë ndaj vendeve të Ballkanit, sepse ka presione që mund të mbahen, ka presione që s'mund të mbahen. Pra mund të ketë kushtëzime shumë të forta ndaj vendeve të Ballkanit për të marrë emigrantë të tilla. Sigurisht që kanë gjetur vendet e Ballkanit sepse janë vende të vogla dhe nuk kanë shumë mundësi të kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara, pra nuk po bëjnë këtë gjë me Gjermaninë, ose me Francën apo me Italinë të tjera, sepse janë vendet të mëdha dhe kanë mundësinë të kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara në këtë rast, por më duket pak si skem, le të themi, e sforcuar nga administrata amerikane, sepse shumica dërmuese e këtyre emigrantëve për të cilët bëhet fjalë kanë në shkuar kriminale dhe shumica dërmuese e tyre nuk kanë as lidhje fare me Ballkanin, domethënë janë shumica dërmuese janë nga Amerika Latine. Kjo që është një formë e sforcuar e të zgjidhurit të një problemi që është amerikan në thelb dhe vështirë mendoj që mund të bëhet në praktik. Krisafi, një tjetër lajm i rëndësishëm dua ta diskutojmë bashkë. Shqipëria ka miratuar ditën e sotme në sallën e Kuvendit marrëveshjen e sigurisë me Ukrainën. Ndalemi pak te roli që Shqipëria ka patur në këtë konflikt, patjetër, ka thënë edhe ministri i Jashtëm Igli Hasani në anën e duhur të historisë kundër agresorit rus. Çfarë mund themi në lidhje me këtë marrëveshje nëse ka informacione edhe për këtë? Shqipëria ka luajtur një rol, le të themi, të rëndësishëm në lidhje luftës në Ukrainë, me mundësitë që ka Shqipëria sigurisht, sepse aq mundësi ka Shqipëria, janë dërguar që në fillim